thirrja e fshehtë e shpirtit. Ekziston një thirrje e brendshme, e cila nuk është thjesht një emocion momental apo një ndjesi kalimtare, por ka të bëjë me një zë të brendshëm që quhet natyrshmëri, apo siç e njeh terminologjia islame si fitra. Allahu në Kur'an thot: "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." Drejtoje fytyrën tënde, o Muhammed, dhe rrjedhimisht edhe ne si pasues ti, drejt fesë së vërtet. Hanifa, me sinqeritet maksimal, pra me pastërti të plot në besim. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Me natyrshmëri apo me fitret që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar njerëzit në të. Pra ekziston një natyrshmëri e brendshme e cila është përherë aktive, por jemi ne ata të cilët nuk dëshirojmë ta dëgjojmë apo e injorojmë apo e anashkalojmë. Natyrshmëria e brendshme të cilën Zoti na ka krijuar, e cila vazhdimisht na thret neve për zgjim, na thret për vetëdijsim. Por ne jemi neglizhent ndaj kësaj thirrje. Kjo thirrje buron nga natyrshmëria, nga fitreti që Allahu e ka ngulitur në zemrën e secilit njeri. Dhe ai që më së miri e dëgjon këtë thirrje është padyshim besimtari i Zotit. Është besimtari i cili vazhdimisht është i lidhur me krijuesin absolut të gjithësisë. Prandaj Allahu i ka thënë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam që para së gjithash ta ushqej këtë thirrje, ta ruaj atë dhe t'i përgjigjet asaj nga brendia të cilën e ka. Dhe nëse kjo thirrje është fillimisht për njeriu më të ndritur, më të mirë, më të ditur, siç është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si është fjala me ne. Mos flasim me ne që jemi në akhiri zaman, në kohën e vështirësive, në kohën e fitneve të mëdha. Pra askush më shumë se sa ne nuk është i nevojshëm që t'i përgjigjemi thirrjeve tona të brendshme, të fitretit ton, të natyrshmërisë son, e cila nuk ndryshon kurrë. Prandaj thot Allahu: "La tabdila li khalqillah." Krijimtaria, natyrshmëria me të cilën Zoti e ka krijuar njeriu, ajo nuk ndryshon. Pa ma parasysh se njeriu në çfarë faze jetësore mund të kalojë. Edhe në rastet ku njeriu e mbulojnë mëkatet, edhe në rastet ku njeriu mund ta harrojë Zotin krejtësisht, brendia e tij nuk e harron. Ky fitreti që Zoti ja ka instaluar në zemër e kërkon çdo herë krijuesin e vet. Pra është ajo thirrja e brendshme që në heshtje e thret, por jo çdo kush e dëgjon dhe jo çdo kush i përgjigjet kësaj thirrje. Prandaj thot Allahu: "La tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun." Kjo është feja e vërtetë. Kjo është feja e drejtë, pra feja e Allahut, Islami, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Përmes këtij ajeti kuranor Allahu na tregon se brendia jon është përherë aktive.